Çfarë po planifikon Loredana në përputhen? Jap se të gjithë flasin për rolin e ri të Loredanës. Pas eksperiencës në Big Brother VIP Albania 4 dhe më pas në panelin e Goca dhe Gra, Loredana Brati nis një kapitull të ri në televizion. Këtë sezon, ajo do të ketë një rol të veçantë në përputhen në Top Channel, jo si konkurrente apo opinioniste, por si matchmaker. Në këtë rol të ri, Loredana do të jetë trajnere dhe mentore e djemve konkurrent, duke i udhëzuar përsjelljen, stilin dhe mënyrën e ndërtimit të marrëdhënieve të shëndetshme. Me energjinë dhe përvojën e saj, ajo synon të ndihmojë në krijimin e çifteve të vërteta dhe historive të dashurisë që mbeten në kujtesën e publikut. Ky angazhim i ri ka ngjallur shumë kuriozitet dhe pritshmëri tek ndjekësit, të cilët mezi presin ta shohin Loredanën në rolin e saj të ri si udhërfyese në dashuri. Abonohuni në kanalin ton për të marrë të rejat e fundit nga bota e showbizit ton shqiptar për të informuar për çdo lajm të momentit pranë nesh.